kanë fund skandalet në shëndetësinë shqiptare. Një video tronditse publikuar së fundmi ka nxjerrë në pa një tjetër rast të rënd të keqtrajtimit të pacientëve brenda sistemit publik shëndetësor, këtë herë në repartin e psikiatrisë në qendrën spitalore universitare Nën Tereza në Tiranë. Pamjet të publikuara fillimisht nga Jo që Albania tregon një paciente të shtruar në repartin e psikiatrisë, e cila refuzon të marrë medikamentet, duke pretenduar se është shtatzën, në vend të një reagimi profesional dhe qetësues. Në video dëgjohet një punonjëse shëndetësore që i drejtohet pacientes me tone fyese dhe kërcënuese. Një reagim i tillë me një fjalor as pak profesional ka ngjallur reagime të shumta në rrjet, por denoncimi nuk ndalet vetëm tek gjua fyese. Sipas personit që ka publikuar rastin, pacientëve në repart u jepen medikamente edhe nën presion, ndërsa në disa raste pretendohet se përdoret forcë fizike për administrimin e tyre. Nëse këto pretendime rezultojnë të vërteta, rasti ngre pikpyetje serioze mbi mënyrën e trajtimit të pacientëve të shëndetit mendor në institucionet publike dhe mbi kontrollin e standardeve etike brenda spitaleve. Ngjarja konsiderohet edhe më e rëndë për shkak se bëhet fjalë për pacientë në gjendje të brisht psikologjike, të cilët teorikisht duhet të trajtohen me kujdes maksimal, durim dhe profesionalizëm. Skandalet në Shqipëri nuk kanë fund si brenda vendit, ashtu edhe në arenën ndërkombëtare. Kësaj radhe bëhet fjalë për avionët e kompanisë Air Albania të Sinan Idrizit, tashmë të falimentuar, të cilat kanë përfunduar duke u përdorur nga Rusia për të anashkaluar sanksionet e vendosura nga vendet e BE-s dhe SBA-ja në një nga avionët e Air Albanias, që me sa duket është bërë pjesë e skemës ruse të anashkalimit të sanksioneve, është parë kohët e fundit duke fluturuar në Moskë. Skema është pikasur nga një media zviceriane Blick, e cila ka zbuluar me detaje se si operohet në këto raste. Pjesa më e çuditshme dhe që përbën skandal dhe për cilin qeveria shqiptare duhet të japë sqarime, pasi edhe shteti shqiptar ka qenë pjesë e kësaj kompanie, është fakti se avioni i cili përdoret në Moskë mban ende të stampuar logon e Air Albanias. Në momentin që avionët e marrë me qira nga kompania e Sinan Idrizit janë rikthyer te kompania MOM pas falimentit, logo dhe emri i përdorur në këtë avion duhet ishin fshirë. Nëse një gjë e tillë ka ndodhur qëllimisht, lindin dyshimet e arsyeshme për përfshirje të palës shqiptare me në krye Sinan Idrizin, skemën ruse të anashkalimit të sanksioneve. Për gjitha këto, qeveria shqiptare duhet t'japë një përgjigje. Aktori Lajert Vasili, i cili ka mbështetur dje protestën e studentëve në Shkup për gjuhën shqipe, ka folur mbrëmjen e djeshme. Ai u shpreh se situata ka qenë e vështirë, sepse ka bllokime rrugësh dhe persona të arrestuar, situatë jo fort e këndshme. Ka ndodhur arrestime, djali i një dëshmori është arrestuar. U bashkova në protestë me veteranët e UÇK dhe tashmë jam në besën e tyre. Kthimi në Shqipëri do të jetë i vështirë sepse ka postobllogje. Jemi në një ambient ku nuk mund të themi ku jemi, tha ai. Ai ka treguar se ka zgjedhur të kaloj kufirin në orët e para të mëngjesit për të shmangur bllokimin në kufi, ndërsa ka shtuar se protesta ishte paqësore dhe duke ndjekur të gjithë rregullat, por në shpërndarje të protestës, policia ka ndaluar persona dhe kush ka kundërshtuar është arrestuar. Një zjarr ka përfshirë tregun e fruta perimeve në Lushnjë. Si pasojë e flakëve raportohen dëme të shumta materiale, ndërkohë që nuk ka të lënduar. Flakët u konstatuan rreth orës 3:30 të së martës, ndërsa autoritetet po jetojnë lidhur me shkaqet e zjarrit. Nga raportimet mësohet se flakët kanë shkrumbuar një pjesë të konsiderueshme të tregut dhe mallin. Tregu monitorohet nga kamera sigurie, çka mund të hidhet dritë mbi shkaqet e zjarrit. Grupi i punës nga emergjenca civile të bashkisë po evidenton dhe regjistron dëmet, ndërsa ende nuk dihet akoma nëse zjarri ishte aksidental apo i qëllimshëm. Deputeti Sajmir Koreshi ka reaguar pas zjarrit që përfshiu tregun e frutave e perimeve në Lushnjë, duke kërkuar zbardhjen e plotë të ngjarjes dhe identifikimin e shkaqeve që çuan në përhapjen e flakëve. Koreshi u bëri thirrje autoriteteve të marrin masa për dëmshpërblimin e tregtarëve që ushtrojnë aktivitetin e tyre në treg dhe paguajnë taksa rregullisht. Ai kërkoi gjithashtu rikthimin e strukturës në gjendjen e mëparshme dhe një rikonceptim të saj, duke theksuar se ambienti ka patur probleme që prej inaugurimit. Sipas tij, tregtarët janë ankuar vazhdimisht për temperaturat e larta gjatë verës, si edhe për depërtimin e shiut dhe të ftohtit në dimër. Gazetari Ervin Dushi ka denoncuar se është dhunuar mbrëmjen e djeshme në Shkodër nga disa persona në një ngjarje që sipas tij lidhet me aktivitetin e tij publik dhe një denoncim të bërë më herët. Sipas deklarimeve të gazetarit, incidenti ka ndodhur rreth orës 20, ndërsa autori i dhunës dyshohet të jetë Shtetasi Prek Gjoni, i njohur si pronari i rrjetit të marketeve Xhedis, së bashku me disa persona të tjerë që ndodheshin me të. Dushi pretendon se konflikti lidhet me një denoncim të bërë prej tij pak kohë më parë në mbështetje të një punonjëse të marketit, e cila kishte patur mosmarrëveshje me pronarin e kompanisë. Pas ngjarjes, gazetari është paraqitur në policinë e Shkodrës, ku ka bërë kallëzim penal për dhunën e ushtruar ndaj tij. 3 persona me styre dhe një roje sigurie humbën jetën këtë të hënë gjatë një sulmi me armë zjarri në qendrën islame të San Diego's
xhamin kryesor të qytetit në jug të Kalifornisë. Edhe dy autorët e sulmit mbetën të vdekur, bëri të ditur policia. Ata ishin adoleshentë dhe trupat e tyre u gjetën disa bloqe larg vendit të ngjarjes, brenda një automjeti pranë xhamisë, deklaroi gjatë një konference për shtyp Mark Remley, agent special përgjegjës për zyrën e FBI-s në San Diego. Më vonë, shefi i policisë së San Diegos, Scott Wall, tha se ata kishin kryer vetvrasje. Motivet e sulmit nuk janë ende të qarta. Megjithatë, autoritetet po hetojnë ngjarjen si një krim urrejtjeje, deklaroi Wall. Ai shtoi se policia reagoi ndaj raportimeve për një person të armatosur aktiv rreth mesditës. Sipas orës lokale, kur mbërritën në vendngjarje, efektivët gjetën 3 persona pa shenja jete. Më pas, u lokalizuan edhe 2 të dyshuarit e vdekur. Federata Shqiptare e Futbollit duket se ka vendosur t'i besojë sërish një tekniku italian drejtimin e kombëtares pas përfundimit të bashkëpunimit me Silvinjon. Emri i përzgjedhur për stolin kuqezi është Rolando Maran, trajner me eksperiencë të gjatë në futbollin italian. Maran, 62 vjeç, vjen pas eksperiencës së fundit me Brescia në sezonin 2024-2025, skuadër nga e cila u largua në korrik të vitit 2025. Në karrierën e tij ai ka drejtuar disa klube të njohura italiane si Cagliari, Genoa, Pisa dhe Chievo, ndërsa konsiderohet një specialist i organizimit taktik dhe fazës mbrojtëse. Fitoria e Dara me këngën Bangaranga në edicionin e 70 e Eurovisionit po shoqërohet me reagime dhe dyshime mbi mënyrën e votimit dhe transparencën e procesit. Sipas raportimeve të mediave greke, Unioni Evropian i transmetuesve EBU kishte kontaktuar televizionin publik bullgar BNT mesditën para finales së madhe në Vjenë për të pyetur nëse Bullgaria ishte në gjendje të organizonte Eurovisionin e vitit 2027. Ky informacion ka shtuar pikpyetjet pasi kontakti thuhet se ndodhi përpara se Dara të ngjitej në skenë dhe në një moment kur përfaqësuesja bullgare konsideroi favorite për një vend në 500 e parë, por jo domosdoshmërisht për fitore. Në të njëjtën kohë, kritikat ndaj sistemit të votimit të jurive profesionale janë intensifikuar. Disa vende kanë shprehur hapur pa kënaqësi për mënyrën si u shpërndan pikët nga jurit kombëtare. Mediat greke përmendin si shembull Italinë, e cila nuk i dha asnjë pikë Australisë dhe Finlandës, ndërsa i akordoi 12 pikë Belgjikës.